Tani nuk janë gjithmonë fizike, të paktën në Shqipëri nuk janë gjithmonë të dukshme, por ka vende që janë të dukshme. Për shumë, në disa foto unë shpesh i kam publikuar, për shumë ajo që kam atë që të dërgova nga Amerika. Është kjo, në Boston ishte? Kjo është në Detroit, në Michigan. Edhe ka dhe disa të tjera në vendet të ndryshme. Pra, ne fizikisht kemi prishur sepse ne e kemi rindërtuar disa herë Shqipërinë edhe nuk është më siç ka qenë, por ka qenë një vend shumë, ja, fizikisht ka qenë kështu. Këtu edhe në civilizimet të mëparshme, për shembull, nuk ishte nevoja, sepse njerëzit kërkojnë për makina, kur gërmojnë, kërkojnë që të gjejnë në një gjurmë civilizimi si ky joni, edhe nuk ka makina, për ka kështu, që do më thënë ti mund të bësh teleporting, ku të duash ti, dhe pa që nevoja të përdorësh makina. Si janë krijuar këto lloj portalesh, energjish, fakti që qëndrojnë akoma, si... Me thënë të drejtën, tani ne jemi në një stad shumë të pazhvilluar në këtë aspekt. Dhe kjo është pikërisht që nëse ne do arrijmë të kthehemi në para kësaj që quhej normal, pra në paranormalitet. Pra gjithçka që ishte përpara kësaj ishte paranormales. Pra që të gjithë njerëzit ishin, ose nëse kanë qenë njerëz, të gjithë njerëzit quheshin ose ishin paranormal. Dhe aftësit i kishte secili, dhe ne këtu mbase jemi dhe për të rizgjuar në një farë mënyre secili i ka apo i trashëgon ende këto aftësi. Por është shumë e vështirë për këtë nivel që jemi dhe për këtë mënyrë jetese që ne kemi që të rizjohen dhe të rikemi edhe një herë ato aftësi apo të mënyrën e të bërit. Sepse portalet nuk janë vetëm fizike, ne mund të edhe t'i krijojmë, domethënë. Domethënë njerëz të caktuar i ndjejnë dhe ku ndodhen portalet, për shembull, ku ndodhen ose ku kanë qenë. Më para vitit 2012, portalet kanë qenë shumë më të dukshme për disa njerëz, unë ose disa të tjerë. Para vitit 2012? Po, kur ecje e dalloje se ku ishte një portal energjetik dhe... Ke dalluar ti të tilla në Shqipëri? Po, sigurisht. Unë jam shëtitur të gjitha vendet dhe kjo është dhe një arsye që unë krijova grupin hiking dhe doja që të gjitha e ndjenin apo se ndjenin atë energjike. Mirë, po, pas 2012-ës, nuk dua të përmend këtu, por është një agjenci që merret me disa gjëra, të cilat i konfiskon në një farë mënyrë dhe nuk i lejon më që njerëzit të depërtojnë energjetikisht në këto portale, ku arrihet në nivele më të larta energjie, po gjithashtu edhe diturie, apo shumë nivele për të kuptuar për te i kësaj botës që ne jemi. Dhe në një farë mënyrë janë izoluar me fushat të ndryshme elektromagnetike, nuk është më njëjta për shembull. Dhe ato portale kanë një fushë tjetër elektromagnetike, kanë një formë tjetër transformimi dhe energjie kur shkon e ndjen.